nëse kryetari e kuvendit tash i merr 61 vota, aty dikush ka bo pazar. Prapa asoj që na shohim në kuvend, ka tentativa për pazare politike, për marrëveshje, për oferta, të cilat dhe tash ka nis disa prej tyre me dalë në shesh. Pra kemi pas Gani Gecin i cili del publikisht dhe thotë që është kontaktu për me marrë votën e vajzës tij me ofertën e ish kryetarit kuvendit. Sot e kemi Duda Baljen e cila del dhe thotë më janë ofru favore për me hyrë punë në universitet në Universitet Shkupit atje dikon. Pra ka pazare që të dhonë çokolada, tash ajo duhet me dhonë me emër, po edhe elementet që duhet mi kuptu do me thonë. Publiku tash ka të drejtë me kontestu këtë votim për shkak se nuk mri mi kuptu pazaret. Pra nëse kryetari e kuvendit tash i merr 61 vota, aty dikush ka bo pazar. Dhe na nuk kena me mujt mi ditë beneficionet që kanë marrë për këtij pazari, ndoshta edhe në 10 vjet të ardhshëm. Për shkak se kemi pa që në kalumen për një vot në kalumen janë dhënë terminale.